Nuk është se Rusia shumë e madhe edhe ekonomia dhe ato burimet apo magazinimet i ka shumë të shpërndara. Po kjo i ka sjell një shqetësim të jashtëzakonshëm, i ka sjell nga ana tjetër, duket se Rusia pas këtyre zhvillimeve të Ukrainës, duket se Rusia e humbi atë thellësinë strategjike. Domethënë që qytetari atje ishte i lirë, ndërsa lufta zhvillohej sidomos në pjesën e pushtuar. Pra tashmë Ukraina si të godasin edhe në thellësi, po godasin në thellësi edhe po arrin rezultate, kështu që e humbën atë avantazhin e thellësisë strategjike. Redion, dhe për të qëndruar pikërisht në atë që tha dhe profesori, për sa i përket goditjes në thellësi të Ukrainës, por mbi të gjitha kundërpërgjigjen me anë të raketave balistike, të cilat ajo ka filluar të prodhojë në seri disa modele faktikisht, siç mund të shohim dhe grafikisht pas pak, bëhet fjalë për raketat Sapsan, FP7 dhe me rrezë 200 deri në 300 km dhe raketat FP9 me rrezë deri në 850 km. Faktikisht bëhet fjalë për raketat FP7, të cilat janë më në avans edhe si projekt dhe mendohet që shumë shpejt do jenë në duart e ushtrisë ukrainase. Si do ndikoj kjo përveç moralit në goditjen dhe parandalimin e raketave balistike ruse, siç janë Zirkon dhe Oreshnik, por edhe raketat të tjera, por si do ndikoj kjo në shkëputjen e varësisë nga perëndimi? Ky është një zhvillim i rëndësishëm, pikë pari për atë që the ti, sepse Ukraina gjithmonë më shumë po shkëputet nga varësia e perëndimit, i cili deri tani duket sikur i ka vendosur barriera gjeografike deri sa mund të sulmojë në thellësitë e Rusisë dhe çfarë mund të sulmojë në thellësitë e Rusisë. Kjo sigurisht edhe sepse vetë vendet e ndryshme europiane nuk duan që të përshkallëzojnë më tej konfliktin me Rusinë dhe të provokojnë ndoshta një reagim më të ashpër të Rusisë. Raketat në vetvete sigurisht nga aspekti taktik i japin gjithashtu një avantazh të madh Ukrainës, për shkak se duke nisur që nga FP7 me një rrezë 200-300 km është deri diku krahasohet me Atakamsin amerikan, ndonse me disa cilësime teknike pak jo dhe aq të avancuara sa Atakamsi, por gjithsesi ka një shpejtësi deri në 5 Mach, që është e konsiderueshme për sulme në distanca të shkurtër, ndërsa nëse do flasim për raketën tjetër që SP9 që është duke u zhvilluar, ajo është në gjendje që të sjellë deri në 800-850 kg lëndë eksplozive në objektiv. Të dyja këto kanë një saktësi jashtëzakonisht të madhe dhe jo më shumë se 20 metra gabueshmëria e tyre, dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me Mach 7, që fillojmë futemi në distanca në shpejtësi të mëdha, por edhe në distanca të 850 km që mund të arrijë edhe Moskën. Që do thotë Ukraina në të njëjtën kohë është duke i dërguar mesazhin Rusisë që ne po zhvillojmë jo vetëm aftësinë, pra nuk jemi vetëm në gjendjen që të mbrohemi dhe kemi thjesht nevojën, por mundet të sulmojmë edhe drejtpërdrejti në thellësinë tënde. Dhe sigurisht pastaj ka një përshpejtim të programit të HIMARS të raketës tjetër, e cila ndonse ka një rrezë më të vogël, mendohet që ka një prodhim shumë të shpejtë ndryshe nga raketat e mëhershme, dhe veçanta që po eksperimentohet gjithashtu në prodhimin e raketave ukraince është mbështjellja e tyre me fibra optike. Ne dimë që fibra optike ndryshe nga pra dronët me fibra optike është shumë e vështirë për tu nuk mund të rrëzohen nga lufta kibernetike. Po në të njëjtën kohë fibra optike, duke qenë se është shumë dimensionale në vetvete, është një gjendje që të shpërqendrojë valët, pra nuk i transmeton mbrapsht valët e radarëve në të njëjtën mënyrë. Rrjedhimisht e bën më të vështirë për të detektuar në goditjen e saj. Dhe sigurisht kjo është edhe një gjë që po eksperimentojnë edhe vendet që po e ndihmojnë Ukrainën në ndërtimin e kësaj rakete. Sigurisht nëse kjo do të ishte e vërtetë, imagjino të kesh një raketë e cila deri në thellësinë 200 km që ajo operon, që është përsëri goxha distancë e mirë, të jetë komplet e padukshme nga mjetet e detektimit rus. Kështu që sigurisht të gjitha këto gjëra i japin një epërsi, risjellën atë që dhe profesori e tha më herët, një farë morali tek trupat dhe besimi që ukrainësit jo vetëm mund të bëjnë rezistencë, por edhe mund ta zbrapsin Rusinë në territorin e tyre. S'do marrin më leje për ta përdorur pastaj. Po, por sigurisht jam i bindur që do të ketë një farë kontrolli nga perëndimi, për shkak se një tejkalimi i caktuar ndonjëherë mund të shkaktonte pasoja të mëdha nga ana e Rusisë, dhe dihet Rusia nuk mund të dalë nga ky konflikt me perceptimin e humbjes për këtë arsye. Dhe fundi fare do të thoja është në zhvillim gjithashtu edhe Flamingo, që ne kemi diskutuar dhe më herët në këtë emision, e cila do të jetë një ndryshues loja në një farë mënyrë, pasi po flasim për shpejtësi deri në Mach 9, Mach 10 dhe një distancë
deri në 3000 kilometra, 2200 kilometra si fillim, por edhe më pas. Sigurisht, pastaj kjo kalon atë në distancë mid-range, pra të predha balistike të rrezëve së mesme, dhe do t'i jepnin mundësinë Ukrainës të godiste depo armatimi jo thjesht në brezin rreth e përqark Ukrainës, por edhe në thellësi të mëtejshme të Rusisë. Profesor, dhe përqendruar pikërisht në atë që tha dhe Redioni, pse ofensiva pranverë 2026 duket shumë e vogël në krahasim me ato 2025-ën, për sa i përket avancimit të ushtrisë ruse? Mos dronët, fortifikimet kanë bërë që Rusia të ngeci kësaj radhe në front? Unë përmenda pak që të ketë avancime du të ketë grumbullim forcash dhe mjetesh. Do të ketë sidomos përqendrim, pra që të bëhet sulme goditje, një numër i madh forcash, një numër i madh mjetesh të blinduar etj. Kjo tashmë skena e betejës është shumë e lexueshme, është shumë e kontrollueshme. Jepet në minuta merret vesh se ç'po ndodh, domethënë. Ktu po arrin të kapen edhe motociklistët kur kalojnë, që janë shumë shpejtë dhe janë objekte të vogla. Pra gjithçka edhe kjo e ka vështirësuar shumë përparimin, sepse po s'pate shumë forca dhe mjete nuk mund të përparosh dot. Plus asaj kjo i ka bërë forcat ruse shumë të ndjeshme dhe edhe ato pak përparime që kanë bërë të kenë humbje të jashtëzakonshme. Plus asaj që thash është edhe niveli i trajnimeve, niveli ka rënë shumë. Kjo është kthyer në një luftë konsumi. Palët po konsumojnë njëra tjetrën tashmë, ndërkohë që Ukraina është duke u forcuar në raport siç ishte në fillim, që ishte shumë e dobët, ka filluar të arrisë autonominë ndaj nga perëndimi dhe nga ndihma sidomos amerikane dhe e NATO-s, gjithsesi ajo ndihmë është domosdoshme përsëri, sidomos për raketat Patriot që e përmend. Pra nuk mund të arrijë për ta filluar këtë do t'i duan një grumbullim i madh forcave dhe mjetesh dhe duhet marrë një koeficient shumë të lartë humbjesh. Pra për të arritur për përparuar sadopak në mënyrë që të ketë mundësi pastaj që ose do t'i duhet pastaj të operojë në shumë fronte njëkohësisht. Ka forca mjete nuk ka, sepse faktikisht nëse operon në shumë fronte do ta vjen vështirësi Ukrainën, sepse edhe Ukraina ka një lëvizshmëri shumë të madhe për të përqendruar aty ku janë goditjet. Ose nëse do të veprojë edhe në zona ku nuk ka sisteme mbrojtje, pra mekanizma tjerë që ata kanë vënë, ose zonat e minuara etj. Pra unë do ta quaja të vështirë një organizimin e një sulmi të tillë, pra ne palët po konsumojnë njëra tjetrën në thellësi dhe do ta quaja të vështirë vetëm nëse Kievi do të bjerë në kaos, mund të arrijnë ata të i bëjnë këto. Nëse Kievi ruan këtë po themi këtë rregull, këtë disiplinë në ushtri dhe në popullsi, domethënë këtë mbështetje nga popullsia, nga këto do ta kenë shumë vështirë për të përparuar. Sado që mund të përdorin raketat edhe në thellësi, po edhe kjo që thon ata që quajnë superylli, kjo raketa Oreshniku është vënë shumë dyshim, domethënë janë po flitet tashmë, nuk janë se janë të konfirmuar apo ka nga shumë burime po flitet që nuk është kaq e paparashikueshme sa bëhet fjalë, është e paparashikueshme në Ukrainë, sepse Ukraina nuk i ka ato sistemet ato tjerat, kurse me ato sisteme tjera është shumë e parashikueshme, të paktën nuk po flitet tashmë për një raketë gjeneratës